Me të vërtet, të gjitha falenderimet dhe lavdërimet janë për Allahun Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut subhanahu wa taala të na ruaj nga e keqja e vetes dhe veprave tona. Atë që Allahu Azza wa Jall e ka udhëzuar askush nuk mund ta humbë, ndërsa atë që ai e ka çuar në humbje, askush nuk mund ta udhëzojë përveç Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, të vetëm dhe të pashok, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Dhe më pas na drejtohet Allahu Azza wa Jall në librin e Tij Fisnik ku thot: "O ju që keni besuar, friksojuni Allahut me një sinqeritet të vërtetë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, friksojuni Zotit tuaj, ai i cili ju krijoi juve prej një vete të vetme, nga Ademi alayhis salam. Më pas krijoi palën tjetër, Hawan, e nga të dy u shtuan shumë burra e gra. Dhe kini frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruajini lidhjet farefisnore, pasi që Allahu është mbikëqyrës mbi ju. O ju që keni besuar, thoni gjithmonë fjalë të mira dhe të vërteta. Ai ju përmirëson juve veprat e juaja dhe u afal gjunahet e juaja. E kush i friksohet Allahut dhe të dërguarit të Tij, me të vërtetë ka fituar një fitore të madhe. Fjala më e mirë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i profetit të Tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë shpiket në fe. Çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje, ndërsa çdo humbje e ka vendin në zjarr. Allahu na ruaj. Të nderuar besimtar, në hutbën e sotme, me lejen e Allahut të lartësuar, do flasim rreth një teme që jo që nuk e dim, por që ndodh që shpesh herë edhe e keq kuptojmë më saktë. Dhe ajo është çështja e riskut apo e furnizimit prej Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu i lartësuar në librin e Tij: "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Pasha Zotin e qiellit dhe të tokës. Kjo është e vërtet, ashtu siç është e vërtet të folurit tuaj. Përmendet se kur një arabe dëgjoj pa dikë duke kënduar apo duke lexuar këtë ajet, në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar, tha, më është qetësuar zemra. Për shkak se arabët i kuptonin domethënien e Kuranit, sepse ishte gjuha në cilin kishte zbritur. Më pas kur dëgjoj fjalën e Allahut të lartësuar, betohem për Zotin e qiellit dhe të tokës, se kjo është e vërtet, siç është e vërtet të folurit tuaj. Tha, kush e ka zemëruar Zotin përderisa është betuar? Allahu betua në veten e Tij subhanahu wa taala. Dhe ky nuk është betim i çfarëdoshëm, mirë po, ai u betua në veten e Tij, i cili është krijuesi i qielleve dhe i tokës dhe furnizuesi i tyre. Allah i lartësuar thot në librin e Tij: "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ka krijuar juve dhe ata të cilët kanë qenë para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Ai i cili ka bërë tokën shtres, ndërsa qiellin ndërtes dhe zbret prej tij ujë dhe nëpërmjet tij rritën fruta si furnizim për ju. Allahu na dhuron ne nga bujaria dhe mirësia e Tij subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Çdo të mirë e keni prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse mundoheni ti numëroni këto të mira, nuk do të mundeni. Mirësi madhështore që mund t'i dëgjojmë apo shikojmë, mbase ne nuk e dim dhe nuk e ndjejmë, mirë po, janë mirësi madhështore të dhuruara nga Allahu i lartësuar këtij njeriu. Të gjitha janë prej Allahut subhanahu wa taala, të vetmit dhe furnizuesit. Dhe dijeni se nuk ka furnizues përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe as dhënës përveç Tij azza wa jall. Dijeni të nderuar besimtar, se Allahu është kujdesur për riskun dhe furnizimin e gjithë krijesave të Tij. Ashtu si Allahu i lartësuar ka thënë në librin e Tij:
Qutila al-insanu ma akfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Mallkuar qof njeriu, sa mos mirënjohës është ai. Prej çfarë gjëje e krijoi? Prej pikës së farës dhe më pas I jep për masa të rregullta. Thumma as-sabila yassarah, thumma amatahu fa aqbarah, thumma idha sha'a anshara. Më pas ja lehtëson rrugën e lindjes, pastaj e vdes dhe I cakton varr, dhe kur të doj e ringjall atë. Kalla lamma yaqdi ma amara. E megjithatë, ai ende nuk I ka plotësuar atë që Allahu e ka urdhëruar. Falyanzur al-insanu ila ta'ami. Le të shikoj njeriu tek ushqimi I tij. Anna sababna al-ma'a sabba, thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. Jemi ne që lëshojmë ujë me bollëk nga qielli, pastaj e çajmë tokën në thellësi dhe nxjerrim prej saj drithrat, rrushin dhe perimet, ullirin e palmat, kopshtet e dendura, pemët dhe gjithë llojet e barërave. Dhe të gjitha këto mirësi për çfarë? Thot Allah I lartësuar, mata'an lakum wa li'an'amikum, ti gëzoni ju dhe baktit tuaja. E gjithë kjo është nga Allahu I lartësuar. E kjo është shumë pak në krahasim me atë çfarë na ka dhuruar Allahu Azza wa Jall. Të gjitha këto vetëm për njeriu neglizhent dhe mos mirënjohës. Madje Allahu Azza wa Jall na përmend në Kur'an mirësi të tjera, të cilat ky njeri kaq neglizhent I neglizhon ato. Që vetëm nëse do sprovohemi, atëherë do ta kuptoj rëndësinë e mungesës së tyre. Siç ka thënë Allahu I lartësuar, e faraitum ma tahruthun, a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Law nasha'u laja'alnahu hutama, fa zalamtum tafakkahun, inna lamughramun bal nahnu mahrumun. A e shihni ju atë që mbillni? Vallë, a ju e bëni të mbi atë, apo ne jemi ne që e bëjmë të mbi? Nëse duam ne e lëm të thatë, bosh nga brenda, dhe ju do të çuditeni e do të thoni jemi të dëmtuar, madje jemi krejt të privuar. E faraitumul ma'a alladhi tashrabun, a antum anzaltumuhu min al-muzn am nahnu al-munzilun, law nasha'u ja'alnahu ujaja falawla tashkurun. A shikoni ujin që pini? Vallë, a ju e zbrisni atë prej reve, apo jemi ne që e zbresim? Nëse duam, ne e bëjmë atë të kripur, andaj përse nuk jeni mirënjohës? Një krijesë dobët si ne, që nuk falenderon për gjithë këto mirësi, për cilat furnizohemi ditë për ditë. U drejtohet Allahu I madhëruar njerëzve po ashtu duke u thënë, e fara'aytumun nara allati turun, a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un, nahnu ja'alnaha tadhkirata wa mata'an limuqwin, fasabbih bismi rabbikal azim. A shihni zjarrin që e ndizni? Vallë, ju I keni bërë drut për të, apo ne kemi bërë? Ne kemi bërë atë për kujtues të zjarrit të gjykimit dhe që t'ju sjell dobi nevojtarëve, prandaj lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërisht. Nëse meditoni pak të këto ajete, shikojmë që Allah ka përmendur farën, ka përmendur ujin, ka përmendur dhe zjarrin. Dhe këto të treja janë bazë e ekzistencës së njeriu në këtë tokë. Që nëse njëra do mungoj, atëherë njeriu e ka të vështirë apo të pamundur jetesën në këtë botë. Fara e cila bën ushqim për të, uji I cila ai rreth parë pin nga ai dhe vadit dhe tokën me të, dhe zjarri I cili gatuan për të. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa. Kush janë ata që do ju japin jetë jetese në qoftë se Allahu ja ndalon ato? Nuk ka furnizues tjetër përveç Allahut. Dhe dini se Allahu Azza wa Jall të furnizon me shkaqe dhe pa shkaqe. Për shkak se risku është I vulosur në qiell. E nëse e njeh robi se risku I tij nuk I ngandalsohet dhe as nuk përshpejtohet dhe çfarë tjetë nga risku I tij nuk I ikën, edhe nëse do ishte në fundin e detit të errët. Dhe nëse vërejmë sot, puna më rëndësishme njeriut, qëllimi I tij, shqetësimi I tij është vetëm mbledhja e riskut. Risku jon është I vulosur, risku jon është I shkruar.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Dhe nuk ka nga krijesat në tokë vetëm se tek Allahu e ka të caktuar riskun e vet. Është kujdesur Allahu Azza wa Jall për ne për riskun. Dhe nuk na ka krijuar vetëm që të kërkojmë riskun, sepse ai Azza wa Jall na jep dhe na furnizon. Mirë po na ka krijuar që ne ta adhurojmë atë. Kjo është esenca e krijimit njeriu, dhe jo kërkimi i riskut. Dhe kërkimi i riskut është përmbushje e kësaj vepre kryesore që është adhurimi i tij. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dhe si kam krijuar xhinët dhe njerëzit vetëse që të më adhurojnë mua. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Nuk kërkoj prej tyre furnizim dhe as nuk dua që të më ushqejnë, se më të vërtet Allahu është furnizuesi dhe fuqiploti. Pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e transmetuar nga Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu anhu, ku thotë: Xhibrili alayhi salam frymëzoi në zemrën time se nuk ka për të vdekur askush derisa ta plotësoj riskun e tij. Ndërsa në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sikur të ishte ndonjë prej jush që ikën nga risku i tij, siç i ikën vdekjes, do ta kap risku i tij siç do ta kap edhe vdekja. Ndërsa në hadithin e transmetuar nga Abdullah ibn Mesudi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: vërtet çdo njeri prej jush formohet në barkun e nënës së tij për 40 ditë si pikë. Pastaj shndrohet në gjak të ngjizur, pastaj në një copë mishi, pastaj Allahu dërgon një melek dhe urdhron që të fryhet në të shpirtin dhe urdhron të shkruaj 4 gjëra. Exhelin e tij, jetësinë, punët e tij, riskun e tij, gjithashtu a do jetë i lumtur apo i mirë. Nësa përmend një nga selefët ku thot: foshnja në barkun e nënës nuk kërkon, nuk mërzitet dhe nuk pikëllohet. Kësaj foshnje i vjen furnizimi duke qenë në bark të nënës nëpërmjet gjakut të saj. Në momentin që lind, ai fillon të qaj për shkak të kontaktit të parë me një vend të ri të panjohur. Kur i pritet kërthiza, furnizimi i tij kalon tek gjiri i nënës, që ai të mos friksohet, të mos trembet e të mos pikëllohet. Pastaj rritet, e bëhet fëmijë dhe arrin ta marrë ushqimin e vet me dorën e tij. Dhe kur arrin moshën e pjekurisë, thot: nga do ta fitoj riskun, si do ta arrijë atë, dhe fillon dhe mendon keq për Allahun e madhëruar, duke menduar se nuk ka për ta furnizuar. Po ashtu thot i shkreti i tij: a nuk të ushqeu ai kur ishe në barkun e nënës dhe kur ishe fëmijë i vogël? Tani që fillove të logjikosh dhe të forcohesh, thua: nga do ta gjej riskun tim? Allahu na ruaj. Lutem Allahun azza wa jall të na bëjë prej atyre që falenderojnë për mirësitë e shumta që na ka dhuruar ai. I kërkoj falje Allahut për vete dhe për ju. Kërkoj një falje Allahut, se me të vërtet ai është falës dhe mëshiruesi i madh. Falënderimet ja vetëm për Allahun azza wa jall. Paqja dhe begatit e Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar besimtar, duhet të kuptojmë që edhe pse risku jon është i vulosur, i shkruar, kërkimi i tij është prej veprave të mira. Njeriu shpërblehet në sajt të kërkimit të riskut. Dhe ajo është komfort fjalës Allahut azza wa jall ku thot: fa idha qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Dhe kur të përfundoj namazi i xumas, atëherë shpërndahuni nëpër tokë, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendeni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nuk ka ngrënë dikush ushqim më të mirë se ai që ka ngrënë nga duart e veta. Dhe pejgamberi Allahut Daudi alayhi salam ishte që ushqente me duart e tij. Llogarit, mbret dhe pejgamber, para pëlqente të hante nga ajo që kishte fituar nga duart e tij, edhe pse i kishte gjitha mundësitë që të mos punonte. Nërsa pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: nëse shpenzon burri për familjen e tij, kjo i konsiderohet atij sadaka. Dhe ishte prisi i besimtarve Omer ibn Khattabi radiallahu anhu që thoshte: e urrej një person që nuk është
as për ahiret, as për dynja. Nuk kërkon dituri fetare që të lartësoj këtë fe, duke larguar ignorancën nga njerëzit, dhe as që mundohet të fitoj pasuri, që me këtë pasuri të ndihmoj po ashtu fen Allah subhanahu wa taala. Mirë po nuk është as tej dhe as andej. Si përfundim, përmendim hadithin e transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot: vërtet që e gjithë dynjaja është për 4 persona. I pari, ati që Allahu azza wa jall i ka dhënë pasuri dhe dituri. E një hakun e Allahut tek pasuria e tij dhe je për hir të Zotit. Ky është njeriu më i mirë. I dyti është ai i cili Allahu i ka dhënë dituri, mirë po nuk i ka dhënë pasuri. Dhe thot, sikur të më kishte dhënë Allahu, do kisha vepruar si ky. Pra do kisha dhuruar nga mirësitë që më ka dhuruar Allahu. I treti është ai i cili Allahu i ka dhuruar pasuri, mirë po nuk i ka dhuruar dituri. Nuk je për hir të Allahut azza wa jall. Madje pasurinë që ja ka dhuruar Allahu e shpërdoron, e çon në kundërshtim të tij subhanahu taala. Dijeni se ky është njeriu më i keq. Dhe a do të dini atë person që është më i keq se sa ky? Është ai i cili Allahu si ka dhuruar as dituri dhe as pasuri. Dhe thot, nëse do më kishte dhuruar Allahu pasuri, do kisha vepruar si punë e këtij të keq. Allahu shpërblen në jetët tona. Dhe duhet kemi kujdes se çfarë ne dëshirojmë. Edhe nëse Allahu na furnizon me pasuri, duhet ja kemi frikën atij që të shpenzojmë aty ku kënaqet ai subhanahu wa taala. E nëse nuk na furnizon me pasuri, duhet ja kemi frikën Allahut azza wa jall në jetën tonë, sepse shpërblimi ynë do të jetë si ai për cilin kemi pasur qëllim. Transmetohet një hadith kutsi nga Abu Dherri radhiyallahu anhu, ku thot Allahu i lartësuar: o robërit e mi, nëse i pari prej jush dhe i fundit prej jush, prej njerëzve dhe prej xhinëve, më kërkoni që t'u jap dhe u jap çdo gjë që kërkoni. Nuk më keni paksuar ashtu siç nuk pakson gjilpëra kur hyn në ujin e detit. Kërkoni prej Allahut azza wa jall ato që është halal, se kjo është më e mirë për ju. E ruajuni nga harami, se me të vërtet ajo që arritën nëpërmjet tij, vetëm se ka qenë e caktuar për ty, mirë po, atë thjesht e ke përshpejtuar me haram. Dhe haramin nuk e ngop asgjë tjetër veç se zjarri. Allah na ruaj. Lutim Allah azza wa jall na ruaj gjithë prej zjarrit të xhenemit. Lutim Allah azza wa jall na jap në mira në këtë botë, në botën tjetër, dhe të na ruaj nga dënimi i xhenemit. O robërit e Allahut, me të vërtetë që Allahu dhe melaiket dërgojnë salavate mbi profetin, andaj edhe ju dërgoni sa më shumë salate dhe salavate mbi profetin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.